Shkallët e Jakobit në Bethel, Zanafilla 28, vargjet kyçet kapitullit. Dhe pa një ëndër, ja një shkallë mbështetur mbi tokë, maja së cilës arrinte në qiell, dhe ja angjëjt e Perëndisë hipnin e zbrisnin mbi të. Vargu 12. Ja unë jam me ty dhe do të mbroj kudo që të vesh dhe do të sjell përsëri në këtë vend, sepse nuk do të braktis para se të kem kryer atë që të kam thënë. Vargu 15. Atëherë Jakobi u zgjua nga gjumi dhe tha, me siguri Zoti është në këtë vend dhe unë nuk e dija. Dhe pati frikë e tha, sa i tmerrshëm është ky vend. Kjo nuk është tjetër veç se shtëpia e Perëndisë dhe porta e qiellit. Vargjet 16 dhe 17. Jakobi po ikte nga shtëpia, sepse kishte mashtruar atin, kishte vjedhur bekimin e vëllait, gjithashtu e kishte hidhuruar të vëllan. Kapitull 32, vargu 10. Nata e parë e arratisë ishte një gur për jastekun e tij. Toka ishte shtrati i tij, qielli ishte çatia e tij. Pikërisht atë natë, jo në tempull, jo pas pendimit, jo kur meritonte, Perëndia zbriti. Ky kapitull na mëson diçka që s'duhet harruar kurrë. Hiri i Perëndisë të gjen edhe në natën më të keqe të jetës tate. Konteksti historik dhe kulturor. Kapitulli fillon me diçka të rëndësishme. Isaku e thërret Jakobin dhe e bekon me vetëdije këtë herë, vargjet 1 deri në 4. Tani nuk është në mashtrim. Isaku tashmë e ka pranuar vullnetin e Perëndisë. Perëndia e plot fuqishëm të bekoft dhe të dhanë bekimin e Abrahamit, vargjet 3 dhe 4. Isaku më në fund e njohu se Jakobi ishte trashëgimtari. Vonë, por e njohu. Perëndia i jep kohë njeriu të pranojë atë që ai kishte thënë që në fillim. Dhe Isaku dërgoi Jakobin te Labani për të njëjtën arsye si Abrahami me shërbëtorin. Gruaja duan të vinte nga familja e besimit, jo nga kananejt. Vendi ku Jakobi fjeti quhej Luz, vargu 19. Rruga nga Bersheva në Aram ishte rreth 800 kilometra. Udhëtim javësh në këmbë, i vetëm. Nata e parë e gjen në një vend të zbrazët dhe gurin që përdorte për jastek. Ky detaj s'është poetik, është real. Jakobi ishte i pambrojtur, i vetmuar dhe me ndërgjegje të rëndë. Vini re gjithashtu se Esau në fund të kapitullit mori grua nga bijat e Ismaelit, vargjet 8 dhe 9. Përpjekje për të kënaqur prindrit, por sërish jashtë linjës. Esau vazhdon të bëjë gjëra që duken të drejta, por gjithmonë pak jashtë vendit. Zanafilla 28, vargjet 1 deri në 5. Bekimi i dytë. Kësaj here me vedije. Kapitulli hapet me diçka shumë të rëndësishme. Isaku thërret Jakobin dhe e bekon sërish. Por kësaj here duke e ditur saktësisht kë po bekon. Nuk ka lëkura kecash, nuk ka gjell mashtruese, nuk ka ajeti Esau. Ka vetëm një atë që më në fund e pranon vullnetin e Perëndisë. Perëndia i plot fuqishëm të bekoft dhe të bëft pjellor dhe të shumoft, dhe të dhanë bekimin e Abrahamit, vargjet 3 deri në 4. Vini re në kapitullin 27, bekimi që mori Jakobi ishte për pasuri të pushtet. Vesa e qiellit, shumica e grurit. Këtu Isaku jep diçka shumë më të madhe, bekimin e beslidjes. Tokën e premtuar, farën, trashëgiminë e Abrahamit, atë bekim Jakobi nuk e vodhi. Ja dha ati me duart e veta dhe me zemrën e hapur. Perëndia e priti Isakun derisa ai të pranonte dhe pastaj bekimi doli i pastër. Dhe urdhëri që i dha, mos merr grua nga bijat e Kanaanit, shko në Padan Arami, te shtëpia e Bethuelit, vargjet 1 dhe 2. I njëjti kujdesi e Abrahami me shërbëtorin, kapitulli 24. Familja e besimit ka kujdese me kë martohen fëmijët, jo nga snobizmi, por sepse beslidhja kalon në përshtëpi. Ajo që Esau injoroi Jakobit ju urdhërua. Vargjet 6 deri në 9. Esau përpiqet për gjithmonë pak jashtë. Esau pa gjithçka, pas e Isaku e bekoi Jakobin, pas e dërgoi te Labani për grua, pas e prindërve nuk u pëlqenin gratë kanaase dhe reagoi. Shkoi te Ismaeli dhe mori Mahalathën, bijën e Ismaelit, si grua të tretë. Vargjet 8 deri në 9. Vini re çfarë po bën, po përpiqet të kënaq prindërit dhe kjo është për të vlerësuar, por sërish gabon vendin. Ismaeli ishte fëmia i mishit, jo i premtimit. Linja e beslidjes kalonte nga Isaku, jo nga Ismaeli. Esau përpoq ta rregullonte gjërat me llogari njerëzore,
po pa pyetur Perëndin. Dhe sërish doli jashtë. Ky është portreti i tij plot, njeri jo i keq, por gjithmonë pak jashtë vendit. Njeri që reagon te pasojat dhe jo tek zemra. Dhe vini re gjithashtu, nuk hoqi dorë nga gratë e para, thjesht shtoi një të tretë. Shtimi i së mirës mbi të gabuara nuk e ndrejq të gabuara. Vargjet 10 deri në 11. Guri për jastek. Jakobi u nis nga Bersheva dhe shkoi në drejtim të Haranit. Arriti në një far vendi dhe aty kaloi natën, sepse dielli kishte perënduar. Vargjet 10 dhe 11. Vini re fjalët, një far vendi pa vlerë, pa emërtuar, i rastësishëm, mori një nga gurët e vendit e vuri në kokë dhe ushtri. Kjo ishte gjendja e Jakobit nga shtëpia e pasur e Isakut, e një gur në shkretëtir. Bekimi ishte i tij, por jeta e tij në atë çast ishte arrati e vetmuar, dhe pikërisht aty në atë farvendi të paemërtuar ndodhi gjëja më e madhe. Perëndia kërkon vende të bukura, për t'u shfaqur kërkon zemra që kanë nevojë për të. Vargje 12 deri në 13. Shkalla dhe kush ecën mbi të. Jakobi pa një ëndër, një shkallë ose ramë e mbështetur në tokë me maje në qiell, dhe ëngjëjt e Perëndisë hipnin e zbrisnin mbi të. Vini re rendin, hipnin e para, pastaj zbrisnin. Kjo do të thotë se ëngjëjt ishin tashmë këtu në tokë rreth Jakobit para se ai t'i shihte. Perëndia kishte qenë i pranishëm gjithë kohës. Thjesht Jakobi se dinte. Dhe në krye të shkallës, Zoti qëndronte, vargu 13, jo engjëj, jo zëra, vetë Zoti. Shkalla nuk ishte rrugë që Jakobi duhet të ngjite për të arritur Perëndin. Ishte rruga nga lart poshtë, Perëndia që zbrete njeriu. Ky është ndryshimi i madh mes kullës së Babelit dhe shkallës së Bethelit. Te Babeli njerëzit ndërtuan kull, maja e së cilës të arrijë deri në qiell. Kapitulli 11 vargu 4. Përpjekja njerëzore për të ngjitur. Këtu, Perëndia jep shkallë, maja së cilës arrin në qiell. Dhurata hynore që zbret, Babeli u shem, Betheli mbeti. Feja e njeriut ngjitet, hiri i Perëndisë zbret. Vargje 13 deri në 15. 5 premtime. Perëndia foli dhe çfarë tha? Jo qortim, nuk i tha listë gabimesh, nuk tha kur të pendohesh do të flasim, por vetëm premtime. Tokën ku flet do ta jap ty dhe farës tënde. Fara jote do t'jetë si pluri i tokës. Te ti dhe fara jote do të bekohen tërë familjet e tokës. Unë jam me ty dhe do të mbroj kudo që të vesh. Unë do të sjell përsëri në këtë vend, nuk do të braktis. 5 premtime dhe asnjë kusht. Jakobi s'kishte bërë asgjë për të merituar, kishte gënyer, kishte ikur, kishte shkatruar familjen, dhe Perëndia i tha unë jam me ty. Ky është përkufizimi më i pastër i hirit në Zanafil. Jo bëu më i mirë dhe pastaj do të vi, por unë jam me ty dhe pastaj do të bëhesh. Perëndia takoi Jakobin në mes të mëkatit të tij, jo pas tij. Dhe ky takim nuk e la Jakobin siç e gjeti. Nga ajo natë filloi një punë 20 vjeçare, formimi që do të përfundonte në Peniel, ku emri i vjetër do të ndërrohej. Vargje 16 deri në 19. Zoti është këtu dhe unë nuk e dija. Jakobi u zgjua dhe tha fjalët që mbeten ndër më të bukurat në Bibël. Me siguri Zoti është në këtë vend dhe unë nuk e dija, vargu 16. Sa herë edhe ne kalojmë nëpër vende, ditë, sfida, dhe Perëndia është aty, por ne s'e dimë. Dhimbja që duke e zbrazët, puna që duke e kotë, nata që duke e vetmuar dhe i ishte aty. Dhe reagimi i Jakobit ishte frikë e shenjtë. Sa i tmerrshëm është ky vend, jo tmerr i keq, por frikë nderimi para shenjtërisë. Kjo nuk është tjetër veç se shtëpia e Perëndisë dhe porta e qiellit, dhe e quajti Bethel, shtëpia e Perëndisë, duke ndërruar emrin e vjetër Luz. Vendi pa emër mori emrin më të mirë. Vargjet 20 deri në 22. Zotimi i Jakobit, besim me kushte. Jakobi bëri një zotim, por lexoni me kujdes, në qoftë se Perëndia do të jetë me mua dhe do të më mbrojë dhe do të më jap bukë për të ngrënë, rroba për të veshur, atëherë Zoti do të jetë Perëndia im. Vargjet 20 deri 21. Në qoftë se Perëndia sapo kishte dhënë 5 premtime pa kushte, Jakobi u përgjigj me një marrëveshje tregtare. Ky është Jakobi, edhe me Perëndin po bën pazar. Por vini re mëshirën, Perëndia nuk e hodhi poshtë zotimin e papjekur. Jakobi ishte ende në fillim. Besimi i tij ishte i vogël, i kushtëzuar, i llogaritur, por ishte fillimi. Dhe Perëndia punon me fillime të vogla.
20 vjet më vonë Jakobi do të kthehet te Betheli si njeri tjetër, te kapitulli 35. Vini re, edhe një gjë tek Zotimi. Jakobi premtoi të 10-ën e gjithçkaje që do të më japësh. Vargu 22. Këtu është përmendja e dytë e së 10-ës në Bibël. E para ishte me Abrahamin, kur takoi Melkizedekun te kapitulli 14 vargu 20. Të dy herët e 10-a vjen si përgjigje spontane e brendshme ndaj takimit me Perëndin, jo si detyrim ligjor, sepse ligji ende nuk ekzistonte. Kur njeriu takon Perëndin me të vërtet, dora hapet vet. Dhënia nuk është masë e ligjit, është matësi i mirënjohjes. Fjalët kyçe të kapitullit. Shkallë, vargu 12. Fjala origjinale, sulam, shfaqet vetëm një herë në të gjithë Biblën, pikërisht këtu. Studiuesit mendojnë se mund të ishte më shumë si ram ose shkallare, guri si te ziguritet e Mesopotomisë, se sa shkallë druri. Ironia është e bukur, forma e kullës së Babelit, por me funksion krejt të kundërt, jo për të ngjitur njeriun, po për të zbritur Perëndin. Bethel, vargu 19, nga Bet shtëpi dhe El Perëndi. Shtëpia e Perëndis, emri i vjetër ishte Luz, që do të thotë bajame ose shmangje. Vendi i zakonshëm u bë vendi i shenjtë. Perëndia riemërton vendet ashtu si riemërton njerëzit. Abraham, Luz, Bethel dhe një ditë Jakob, Izrael. Porta e qiellit, vargu 17. Shpreha origjinale është Shahar Hashamaim. Kujtoni Babelin, emri Babilu do të thoshte pikërisht porta e Perëndis, por ishte porta e rreme e ndërtuar nga njeriu. Këtu është porta e vërtet e hapur nga Perëndia. Njeriu ndërton porta që çojnë as gjikundi. Perëndia hap porta që të çojnë tek vetja. Nuk do të braktis. Vargu 15. Folja origjinale azav të lesh të braktisësh. Premtimi është i dyfisht. Unë jam me ty. Prania dhe nuk do të braktis, qëndrueshmëria. E njëjta fjalë do të përsëritet tek ligji për të rirë, kapitulli 31 vargu 6 dhe Hebrejnë 13:5. Nuk do të lë kurrë dhe nuk do të braktis. Nga guri i Bethelit deri te ne, premtimi është i njëjtë. Vini re se ku u tha, jo në kish, jo në fest, por në shkretëtir, natën te njeriu që kishte bërë rëmuj. Aty ku më së shumti dyshojmë se Perëndia do të rrijë me ne, ai e thot më qartë. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Jezusi vetë citoi këtë kapitull dhe e zbatoi mbi veten kur takoi Natanaelin. I tha: në të vërtet po ju them, tani e tutje do të shihni qiellin e hapur dhe angjëjt e Perëndisë duke u ngjitur dhe duke zbritur mbi birin e njeriu. Gjoni 1:51. Vini re çfarë bën Jezusi, e merr shkallën e Jakobit dhe thot shkalla jam unë. Ai është lidhja mes qiellit dhe tokës. Rruga e vetme ku qielli zbret te njeriu dhe njeriu ngjitet te Perëndia. Unë jam udha, askush nuk vjen te Kati përveç se nëpërmjet meje. Gjoni 14:6. Dhe ka vetëm një ndërmjetës mes Perëndisë dhe njerëzve. Njeriu Krisht, Jezus, e para Timoteu 2:5. Jakobi pa një shkallë në ëndër, ne kemi shkallën në mishë e gjakut. Dhe ka edhe një ngushëllim më të madh. Perëndia u shfaq Jakobit ndërsa ai ikte nga pasojat e mëkatit të vet, jo pas pendimit. Para tij. Kjo është zemra e Ungjillit. Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne. Romakëve 5:8. Nëse po ikën sot nga diçka, nga një gabim, nga një turp, nga një rrëmuj që e krijove vet, kujto Bethelin. Perëndia të gjen në rrugë, jo në destinacion. Aplikimi për ne sot. Barinjtë e din, netët më të ftohta janë ato paçati, kur flen në qiell të hapur me gur nën kokë. Por ata thonë edhe diçka tjetër, pikërisht ato net i sheh yjet më mirë, kur s'ke çati mbi kokë, sheh qiellin. Jakobi e mësoi këtë në natën e parë të arratisë. Nga ky kapitull neve mësojmë. Së pari,
Perëndia të takon në rrugë, jo vetëm në tempull. Jakobi nuk ishte në altar, në kish, në lutje, ishte i lodhur në një farë vandi me ndërgjegje të rëndë. Qielli u hap. Mos prit të bëhesh i denj për të takuar me Perëndin. Ai vjen te ne siç jemi dhe pastaj na ndryshon. Nëse sot je në rrugë, në rrëmujën e ikje, ai është aty. Së dyti, hapat e vegjël të besimit mjaftojnë për të filluar. Zotimi i Jakobit ishte i kushtëzuar në qoftë të se. Besimi i papjekur, tregtari llogaritur për Perëndia se hodhi poshtë. Nëse besimi yt sot është i dobët, i mbushur me nëse, i papjekur, sille prap. Perëndia punon me fillime të vogla dhe i çon deri te penieli. Së treti, mëso të thuash Zoti ishte këtu dhe unë nuk e dija. Theu mbrapa në vitin e fundit ku ishte Perëndia dhe ti se pe, në atë humbje, në atë vonesë, në atë natë të gjatë. Bëj një listë të betheleve të pavërejtura në jetën tënde. Vendet ku ai ishte i pranishëm dhe ti e kuptove me vonesë. Falenderimi retrospektiv forcon besimin prospektiv. Së katërti, mos u përpiq të ngjitesh, prano që ai zbret. Babeli ngjitej, Betheli zbriste. Feja e njeriut thot bëj mjaftueshëm dhe do të arrish te Perëndia. Ungjilli thot Perëndia erdhi te ti. Nëse jeta jote e krishterë ndihet si ngjitje e lodhshme shkallësh, ndoshta po ndërton Babel në vend se të pranosh Bethelin. Pusho, prano dhe beso. Së pesti, ngri një gur për kujtimor. Jakobi mori gurin e Aztekut dhe e ngjiti si shtyllë për kujtimore. Kur Perëndia bën diçka në jetën tënde, shënoje, shkruaj një ditar, trego familjes, vendos një datë në kalendar. Kujtesa jon është e dobët, harrojmë shpejt çfarë ka bërë ai. Gurët e kujtimit na kthejnë te besnikëria e tij kur vjen nata e vjetër. Së gjashti, beso premtimin, do të sjell përsëri. Perëndia i tha Jakobit se do ta kthente 20 vjet më vonë. E mbajti fjalën. Nëse sot je larg shtëpisë, larg kishës, larg vetes që dëshiron të jesh, dëgjo premtimin. Ai di ta sjell njeriu mbrapa. Rruga mund të jetë e gjatë, por ai nuk do të braktisë para se të kryej atë që ka thënë. Çfarë mësojmë nga ky kapitull? Zanafilla 28 na tregoi Isakun që më në fund bekoi me vetdije. Kemi Jakobin që iku me një shkop dhe fjeti mbi një gur. Shkallën ku engjit hipnin dhe zbrisnin, dhe Zoti në krye të saj. Shikojmë 5 premtimet pas një kusht të bëra nga Perëndia për Jakobin. Kemi Jakobin që zgjohet me fjalët Zoti ishte këtu dhe unë nuk e dija, dhe zotimin e papjekur që Perëndia nuk e hodhi poshtë. Mbi të gjitha, na tregoi kontrastin e madh. Babeli ngjitet dhe shëmbet, Betheli zbret dhe qëndron. Dhe Jezusi na tha se shkalla ka emër, emrin e tij. Mbaj mend këtë varg gjatë javës. Ja unë jam me ty dhe do të mbroj, kudo që të vesh, nuk do të braktis. Zanafilla 28, vargu 15. Perëndia i tha këtë një njeriu që ikte pas mashtrimit. Nëse ai qëndroi me Jakobin, qëndron edhe me ty. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me ju. Zoti ju bekoft.